dhe na keni bërë bashkë në një ditë të diel që është ditë pushimi. Prandaj unë ju falenderoj në veçantë që dikush e ka ndonë kohën e pushimit, por I falenderoj ata që ndoshta ka ndonë kohën e punës, e disa edhe të studimit, për një takim kaq të përzemërt dhe për një mikpritje kaq mbretërese për mua. E falenderoj kryetarin e Vatrës, zotëri Elmi Berishën, dhe të gjithë juve që jeni përfaqësues të organizatave të ndryshme, zonjën Berisha, e cila tash na përfaqëson edhe me detyrën e saj që kryen në mënyrë profesionale dhe me integritet, por gjithashtu edhe si shqiptarë që jemi, sepse secili prej nesh ka një detyrë të përgjithshme si shqiptar, por kemi edhe detyra të veçanta varësisht nga puna e profesionit. Këto të dyja nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën, përkundrazi e plotësojnë njëra tjetrën. Është kënaqësi pra që të jem sot sërish mes jush, nuk është hera e parë që vi, por unë asnjëherë nuk e harroj edhe prandaj gjithmonë rikthehem tek ju, se është shoqata Vatra ajo e cila e ka shpëtuar Shqipërinë. Pa Vatrën dhe pa Vatrën dhe ndikimin që Noli e Konica kishin sidomos te ish presidenti I famshëm amerikan Woodrow Wilson dhe tek 14 pikat e tij për të drejtën e vetëvendosjes dhe për konferencën e Versailles nga e cila shpëtuam pa u coptuar Shqipëria, ne nuk kemi se si ta kuptojmë peshën, vlerën e madhe të shoqatës Vatra, e cila është sigurisht historike, por unë do të thosha edhe aktuale, me qenë se vazhdon që të mbledh shqiptarët e të gjitha organizatave të ndryshme nga të gjitha trojet dhe shtetet e shëmbull. Tash, siç e tha dhe kryetari Berisha, Noli edhe Konica janë dy korifejt e çështjes sonë kombëtare, të cilët kanë dëshmuar që kur nuk është mjaft të punosh për kombin tënd dhe nuk duhet të kursesh as për nga vullneti e koha, po as për nga dija dhe aftësitë për të punuar për popullin tonë. Republika e Kosovës është gjithashtu rezultat I përpjekjes historike të shqiptarëve për liri, për barazi, për drejtësi e për paqe. Dhe unë jam I lumtur që bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë sot është 3 herë më I madh se sa në vitin 2008 kur e kena shpall pavarësinë, dhe është 6 herë më I madh se sa në vitin 2000 që është viti I parë pas çlirimit të Kosovës. Me fjalë tjera, pavarësia, liria, sovraniteti shtetëror, integriteti territorial kanë pasur edhe një dividend ekonomike. Nuk kanë qenë të rëndësishme vetëm për demokracinë dhe dinjitetin, por kanë qenë të rëndësishme edhe për ekonominë që është rritur e për mirëqenien të cilën po e shpërndajmë. Prandaj, ndonse nuk jemi shtet I madh, jemi shembull I madh së pari I ndërhyrjes ushtarake, humanitare, amerikane dhe të NATO-s në përgjithësi për ta ndalë gjenocidin e Serbisë, dhe së dyti jemi shembull I madh që zhvillimi e progresi në njërin anë dhe demokracia dhe lirit në anën tjetër shkojnë bashkë. Ju e dini që ka superfuqi sot në botë që dëshirojnë ta dëshmojnë që zhvillimi s'ka nevojë për demokraci. Mund të zhvillohesh dhe të kesh mirëqenie pa pas liri dhe drejtat njerëzit dhe sundim të ligjit dhe demokracisë. Por Kosova është një shembull që këto dyja shkojnë bashkë. Emri ju ndryshon botë Efi Plisi, se ne që leshi që dhe mi plisë. Por, unë po e përmendi këtë gjë sepse emrat e ndryshëm nuk I bojnë gjërat e ndryshme. Ndoshta në një gjë I themi pak më ndryshe. Po I themi pak më ndryshe dhe Gjakova prej Llapit. Lere më Prishtina nga Korça. Shpesh herë dallimet më të mëdha mund të jenë Shkodër Saran, se sa Shkodër Gjakov. Ne nuk e harrojmë asnjëherë që vitin 1878 ishte një kongres fatkeq I Berlinit që na ndau, e thua se kjo nuk ishte mjaft, u bë dhe konferenca e Londrës,
ku përfundua me një Shqipëri administrative që ishte veç se 1/3 e territorit e gjysmë e Kosovës. Prandaj, kjo është një traumë në kombin shqiptar, e cila natyrisht që duhet të trajtohet me gjithë përparas gjithë politikave. Dhe më lejoni t'ju them që sa i përket bashkëpunimit midis dy qeverive tonë, bërjes së marrëveshjeve të reja dhe zbatimit të atyre marrëveshjeve, asnjëherë nuk kanë bashkëpunuar më shumë dy qeveritë se sa këto. Kryeministri Roman mandatin që shkoi dhe unë në këtë mandatin që s'po shkoj. Për marrëveshje bilaterale, shumë mirë është të bërë. Prej faktit që kemi tashmë një abetare, para vitit 2021, në Shqipëri dhe në Kosovë janë mësuar 2 abetare ndryshme për fitin e asaj. Prej asaj, e deri te 26 ndërkalime të reja përfitore që kemi bërë për mësimet tjetër, dhe për çështjen e lejeve të punës në kështu me radhë, janë 58 marrëveshje substanciale. Tash, a ka ndonjë dallim? Ka dallim. Unë kam dallime me kryeministrin Rama, kam dallime jo rrallë edhe me partnerët tonë, por në përgjithësi mund të them që këto dallime kanë të bëjnë për qëndrimin Kafshi-Beogradit. Çfarë të po dallojnë? Këtu po dallojnë. Nuk mund ta fshehë këtë. Unë përpiqem që ti informoje, ti edukoj për që aftësitë e mia. Po ato nuk jetë pakufishme. Prandaj, dallimet që i kemi vetëm sa i përket qëndrimeve dhe çastive tona kafshistërisë. Dhe besoni, nuk jena ne kundër Serbia, po Serbia është kundër nesh. Serbia e cila është bërë një Belorusi e Ballkanit. Është ky presidenti i Serbisë, është sikur Lukashenko, veç se në vend mustaqeve ka syze. Prandaj, dallimet që kemi, qoftë me Tiranën zyrtare, qoftë me partnerët e alleatët tonë evropian, shpesh herë kanë të bëjnë veç se Kafshi-Beograd. Ne s'bëjmë asnjë gjë nga mlethi e Kojnot, po për hir të sulmimit të ligjit të drejtave. Besoni që është i madh numri i serbëve që na falenderojnë, që i kemi çliruar prej atyre strukturave kriminale të radhëshiqet që kanë bërë sullum, edhe ndaj serbëve të Kosovës e dhjevës ndaj shtetit. Këtu e kemi një farë dallimi, po unë nuk besoj që kjo është pengesë për të esur në një. Ju e dini që unë nuk jam pajtuar me modelin e Ballkanit të hapur. Unë doja Ballkan evropian, thosha Ballkani i hapur nuk është mjaftueshëm evropian, e Ballkani evropian është mjaftueshëm i hapur. E besoj që do të mire po. Ku është Ballkani i hapur? Këta që s'po pajtohen me qeverinë e Republikës Kosovës, po mërca kohë. Andaj, unë besoj që bashkimi i shqiptarëve me simbol vatrën këtu është një intencë historike e cila shprehet në mënyra të ndryshme, por para se që tash ne kemi në detyrë që kudo që janë shqiptarët të faktorizohen për barazi, jo për të sunduar ti, por të mos sunduar kurrë nga ti. Dhe më lejoni ta them një gjë të fundit në këtë aspekt. Shekulli 20 ka treguar që shqiptarët mund të bëjnë ose shtet të fortë ose shtet demokratik. Shteti ishte i fortë, por jo demokratik, si në kohën Ahmet Zogut, ashtu të Merović. Ndërka që në kohën e fanorit tonë dashur, ishte demokratik, si ishte i fortë. E në shekullin 21, ne duhet ta dëshmojmë vetes tonë, brezave që vinë pas nesh, por edhe fqinjve në Ballkan, e partnerëve tonë evropian, që shqiptarët edhe në Shqipëri dhe në Kosovë mund të bëjnë shtet, i cili është edhe i fortë edhe demokratik.